takimin me kryetarin e lëvizjes vendosje deputetin Albin Kurti, me cilin kemi shkëmby ide dhe diskutime për sa përket konstruimit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të mijat janë ato që ju i din. Unë ato që e kam thonë pas çdo dështimit së ancës këtu para jush, ja kam thonë dhe zotit Kurti përsëri që për PDK-n është shumë e rëndësishme që sa më shpejt zhbllokohet kjo situatë, që konstituohet Kuvendi i Republikës Kosovës e që të hyet në votat kushtetuese për zgjedhjen e qeverisë së ardhshme. Dhe për të ndodhur kjo, padyshim që privilegji kushtetues për ta propozuar kryetarin ose kryetarin i takon parti që ka dalë para, në këtë rast koalicionit të vendosur Guxha Alternativa. Por, me qenë se është era e parë në historinë e parlamentarizmit në Kosovë, që një parti apo koalicion që s'ka shumicë parlamentare, po kërkon me zgjedh kryetarin ose kryetarin që dëshiron, atëherë normalisht që një gjë e tillë nuk mund të imponohet në mënyrë se siç ka ndodhur deri tash. Kështu që edhe zoti Kurti i thash që do të ishte mirë me mendu për kandidat apo kandidaturat të tjera. Ashtu që kam thonë juve këtu, ky është qëndrimi i PDK-s. Ne nuk kemi pas qëndrim bllokues mohus. S'na takon neve me asgjë kryetarin e kuvendit partisë që ka dalë poshtë. Asnjëherë në kaluar nuk është gjell, as është votuar një kryetar apo kryetare e kuvendit prej atyre që s'kan marrëveshje politike. Ne s'kemi marrëveshje politike. As po merremi me çështje të tillë, qëndrimet tona ju i dini. Po përkundër kësaj, po them e janë që ta votojmë një figurë që mund të jetë e pranueshme. Dhe tashmë janë s'poku dy opsione prej kolegëve të opozitës që janë përmend që mund të kenë votat. Kjo pra ka qenë boshti i diskutimeve. Pjesa tjetër, nën kryetar as që diskutohet, as që lidhen me diskutime për kryetar. Janë çështje ndome. Neni 67 i Kushtetutës e ka fjalinë zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetarëve. Kjo s'do të thotë që është e njëjta gjë.